S'ka dyshim se çdo rrugëtim apo çdo udhëtim i cili është i gjatë, pra bëhet fjalë për një distancë të gjatë, është i lodhshëm. Dhe nuk është çudi që edhe shumë prej njerëzve edhe të dorëzojnë gjatë rrugës, dobësohen, ligështohen, nuk është çudi ta lënë projektin, udhëtimin, se çudi ta lënë dhe në mes. Ose ndodhe që të devijojnë për një rrugë më të shkurtër, për shembull, gjatë rrugës. Në një farë mënyre, edhe rrugëtimi drejt Zotit lartësuar është i gjatë dhe mund ta quajmë edhe është i lodhshëm. Sepse njeriu t'i kërkohet wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Zotin tënd duhet ta adhurosh derisa ti dorëzosh shpirtin. Pra nuk ka afat tjetër çështja e besimit, çështja e adhurimit, çështja e të qenurit musliman besimtar përveç derisa ti dorëzosh shpirtin. Dhe në çastet e fundit, kur dorëzojmë shpirtin Allahut të lartësuar, që lutim Zotin e gjithësisë të jemi që të gjithë faqe bardhë në atë moment, duhet ta dorëzojmë me iman, me besim. Prandaj edhe profeti i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot ai i cili fjala e fundit e tij është la ilaha illallah, ka të garantuar xhenetin. Pra, dhe në ato çaste, dhe në ato momente, duhet që ta kesh të lidhur zemrën me Allahun lartësuar dhe duhet që të jesh besimtar. Duke qenë se rrugëtimi dhe udhëtimi është i gjatë, detyrimisht që është i lodhshëm. Shtoj pastaj dhe ato gjendjet e ndryshme që mund të ketë njeriu. Në momente të caktuara mund të jetë i lodhur, në momente të caktuara mund të jetë i sëmurë, në momente të caktuara mund të jetë i prekupuar, i stresuar, i angazhuar, angazhimet e kësaj dunjaje. Pra çështja në momente të caktuara bëhet shumë e vështirë. Bëhet aq e vështirë sa që i dërguari i Zotit lartësuar e ka përshkruar dhe ka thënë pse jo në momente të caktuara dhe si të mbash prush zjarrin në duar. Mbatja e fesë, mbatja e besimit, të qenurit në rrugë të Zotit, në momente të caktuara nuk është çudi që bëhet e vështirë siç është mbatja e prushit të zjarrit në dorë. Mirë, po ajo gjë që unë dua të freskojmë zemrat tona shkurtimisht në këtë ndalesë është janë një paketë motivimesh që ne na motivojnë për ta patur besimin të freskët, për ta patur raportin me Zotin solid dhe për të qenë në çdo çast, në çdo moment musliman dhe besimtar të mirë, pavarësisht rrethanave, pavarësisht vështirësive. Nëse kemi ndërmend gjithmonë 1, 2, 3, 4 gjëra, pasha Zotin e gjithësisë edhe në momentet më të vështira, nëse sjellim ndërmend një prej tyre që do t'i sjellim tani, do t'i përmendim tani, pra si të themi, motivohemi, karikohemi, e gjejmë fuqinë. E para atyre është se ne nuk ekzistojmë, nuk kemi ardhur në këtë botë, nuk na ka sjellë Allahu lartësuar në këtë ekzistencë për qëllim më madhor se sa të jetojmë me të. Nuk, njeriu mund të ketë shumë qëllime në jetë, shumë projekte, shumë synime. Njeriu i mençur dhe besimtari nuk ka projekt më madhështor, nuk ka qëllim më madhor se sa të jetoj me Zotin e gjithësisë, se sa të jetoj për hir të Zotit të gjithësisë, se sa të përkushtohet të madhërishmit Allahut, krijuesit, furnizuesit, atij që e ka sjellë në jetë. Prandaj thënë ndryshe me atë gjuhën e kuptueshme, ne duke adhuruar Zotin, duke u falur, duke agjëruar, duke qenë në rrugë të tij, kryejmë detyrën. Çojmë në vend amanetin, atë përgjegjësinë që ke marrë mbi supe, të jemi më këmbës të Allahut të lartësuar në tokë, dhe të jetojmë siç Zoti i gjithësisë na ka mësuar dhe na ka obliguar. Pra, çojmë në vend të drejtën e Allahut, rob Zoti, adhuruesi i Zotit të lartësuar. Dhe nuk mund të gjesh status më fisnik, më kuptim plot, më madhështor se sa Abdullah, se sa rob Zoti, se sa adhuruesi i Allahut. Ai i cili nuk e përmbush këtë status, nuk e përmbush këtë mision, ka lënë pjesën më madhështore, më kryesore të jetës së tij dhe të misionit të tij pa përmbushur. Prandaj në momente të caktuara, nëse na vështirësohet, nëse na rëndohet namazi, apo agjërimi, apo ardhja në xhami, apo diçka tjetër, apo nëse në momente të caktuara na vinë rreth e rrotull apo përqark ato epidemitë apo ato virusat, ato tundimet e ndryshme, thuaj prit pak se kam një rol, kam një status të caktuar, madje kam një privilegj i të qenurit. Ky privilegj është qenurit adhuruesi i Allahut të lartësuar.
Kjo është e para dhe shumë e rëndësishme, madje më kryesorja. E dyta është ajo gjë që e përmendim shpesh dhe nuk do të harrojmë kurrë. Inna Allahe la yudhi' ajra al-muhsinin. Allahu nuk e çon dëm asnjëherë mundin, kontributin, shpenzimin, lodhjen, investimin e veprëmirit. Që do thotë mua më takon në jetë të jem veprëmir, të jem bamirës, të jem human, të jem adhurues i Zotit, të jem njeri me dinjitet. Për pjesën tjetër mos mendo ti. Vetëm ri vigjilent, qëndro vigjilent dhe prit mirësinë e Allahut të lartësuar, të shumta, të pa numërta, të cilat do të vërshojnë drejt teje në mënyrë të pa imagjinueshme. Prandaj ne shpesh e themi që besimtari adhuruesi i Allahut tregton me Zotin e gjithësisë. Ne nxjerrim në treg produkt mundin ton, djersën ton, shpenzimin ton, agjërimin, namazin, me gjitha ato mangësit që janë. Amaj, kush i blen këto? Blen Allahu. 10 fish, 700 fish, akoma më shumë, me mirësi të shumta në jetën e kësaj bote, pastaj me xhenetet të larta në botën tjetër. Kjo nuk duhet harrohet absolutisht në asnjë moment. Çdo gjë që të mirë që bën, edhe nëse nuk e shikojnë njerëzit, edhe nëse nuk e dëgjojnë ata, e di Allahu, e ka regjistruar Zoti i gjithësisë dhe do ta marrë shpërblimin e kësaj vepre si në këtë botë dhe në botën tjetër. Prej shpërblimit që ne e marrim në këtë botë, shpërblim që e marrim tani të shpejt, është qetësia shpirtërore, është lumturia e zemrës, e shpirtit, qetësia mendore, është ai kopshti, është ai xheneti në këtë botë, që kush nuk hyj, kush nuk futet në të, kanë thënë, pak vështirë do ta ketë të hyjë në xhenetin e botës tjetër. Është ëmbëlsia e imanit. Nëse nuk do të shijonim ëmbëlsi dhe kënaqësi tani në këto sejdë, në këtë këndim Kur'ani, në këtë dëgjim të qenurit bashkërisht, është e pamundur që dikush ta përballoj 1 orë në këmbë. Plus pastaj shtoj edhe faktin që aty që këndojmë, shumica prej nesh nuk e kuptojnë. Ama ndihen, shijon ëmbëlsinë e këtij imani. Gjithashtu pjesë e shpërblimit të Zotit lartësuar nëpërmjet këtij imani, nëpërmjet këtij besimi, është se imani, besimi, namazi, agjërimi është mburoj, është stoli, të mban larg të keqijave, të mban larg veseve, të mban larg rreziqeve, të mban larg shoqërisë së keqe, të mban larg atyre, si thua, atyre stacioneve të cilat me të vërtet nëse njeriu kalon në to shkatërrohet. Dhe për këtë arsye, në momentin që ne themi ora çfarë më ka dhënë Zoti duke qenë musliman, para punës njerë bëj një bilancë nga se të ka shpëtuar Zoti lartësuar me islamin tonë. Nga çfarë të ka shpëtuar Allahu lartësuar që në momentin që je bërë musliman dhe ke ardhur në xhami dhe falesh dhe agjiron dhe je në rrugë të Zotit. Nga sa ku mund të ishe? Imagjinoje pa ku mund të ishe tani në këto momente. Lehtësisht mund të veproje dhe lehtësisht mund të merresh me shumë gjëra. Prandaj Allahu nuk e humbet, asnjëherë nuk e çon dëm mundin e vepër mirë. Gjithashtu ka një garanci besimtari dhe veprëmiri prej Allahut të lartësuar se do ta shpëtojë nga zjarri i xhehenemit. Dhe shpëtimi nga zjarri i xhehenemit është një dert për besimtarin. Dert shumë i madh, merak shumë i madh. Prandaj, nëse lexojmë Kur'anin famullar, do të shohim që njerëzit e mençur, njerëzit e dijshëm kanë kombinuar mes kërkimit të xhenetit dhe shpëtimit nga zjarri i xhehenemit. Dhe Allahu i lartësuar ja ka garantuar gjithkujt që është besimtar xhenetin dhe shpëtimin nga zjarri i xhehenemit. Prandaj, i dërguari i Zotit një ditë u thotë, ai i cili dëshiron të shpëtojë faqe bardhë nga zjarri i xhehenemit dhe të futet në xhenet, ta takojë Allahun besimtar dhe të trajtojë njerëzit siç dëshiron të trajtohet prej tyre. Ai që dëshiron, pra ai që ka dert të shpëtojë, qoftë duke u zvarritur, ama të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit, të kalojë urrin e siratit. Pavarësisht se shumë prej njerëzve do të bien brenda në tmerrin e zjarrit të xhehenemit dhe të futet në xhenet, atë le të takojë Allahun me iman, të takosh Allahun me iman, me besim, me namaz, me adhurim dhe të trajtojë njerëzit siç dëshirojnë që të trajtohet prej tyre. Prandaj ky është një motivim jashtëzakonisht i madh në momentet kur do besohemi, në momentet kur harrojmë, në momentet kur ndoshta anojmë nga diçka jo e dur, atëherë kujtojmë që kemi një rol, kemi një pozicion, kemi një status shumë fisnik në këtë botë, kujtojmë që tregtojmë me Zotin e gjithësisë,
kujtojmë që ky iman dhe ky besim është mburoj, dhe nëse del nga kjo rrugë, pastaj imagjinoje vetë se në ku mund të përfundosh, dhe kujto se ky iman, ky besim, ky agjërim, ky namaz është mburoj nga zjarri i xhehenemit, dhe mbi të gjitha, në fund fare, njeriu fisnik e ndjen si borxh dhe ndjen si detyrim të thotë Allahu të lartësuar, faleminderit o Zot. Të gjitha këto namazet tona dhe këto agjërimet, edhe nëse nuk do të kishin kuptim tjetër, përveç t'i themi Allahut faleminderit, të jam mirënjohës për gjitha mirësitë e shumta që më ke dhënë o Zot. Efela ekunu abdan shakura. Siç tha i dërguari i Zotit lartësuar, pavarësisht se gjunat i kam të falura, pavarësisht se xhenetin e kam të garantuar, a nuk më takon që të jem rob fisnik? A nuk më takon që të jem rob mirënjohës? Dhe më thuaj, përse na takon më së pari dhe në mënyrë më primare dhe domosdoshme të themi faleminderit Zotit lartësuar? E janë i bashkërisht dhe të listojmë mirësitë e Allahut lartësuar. Këto përzgjedhim të parën për t'i thënë faleminderit. Shikimin, dëgjimin, logjikën, faktin që jemi në jetë kur shumë prej njerëzve janë varreza, faktin që jemi në jetë dhe jemi të shëndetshëm kur të tjerë lëngojnë në spital. Përse? Qetësinë shpirtërore, të tjerët mund të kenë probleme lufte, jo sigurie, hasmërie njëra tjetër. Përse? Nga do ta fillojmë. Dhe pastaj nëse e listojmë dhe e përcaktojmë radhën, çfarë peshë do të japim secilës prej tyre? Çfarë peshë i jep shikimit? Sa vlerësojmë secili prej ne, sa vlerëson shikimin? Askush nuk e vlerëson dot. Larg qoftë, Allahu na ruaj, duhet që dikush prej nesh të sprovohet mirë me largimin, me sprovë në shikim, që të thotë, tani e kuptova se sa vlen. E njëjta gjë me shëndetin, e njëjta gjë me qetësinë shpirtërore, e njëjta gjë me harmoninë familjare, e njëjta gjë me gjithë. Sa do t'i peshojmë, sa do t'i vlerësojmë? Efela ekunu abdan shakura, nuk më takon që të jem rob mirënjohës, prandaj nuk duhet të lodhemi, nuk duhet të humbasim ritmin, sa adhuruari Allahun lartësuar. Kemi gjithmonë të përkushtuar, edhe sepse edhe nëse do të kishim vetëm një motiv, vetëm për t'i thënë faleminderit. Kush gdhihet i sigurt në shtëpinë e tij, në vatanin e tij, i shëndetshëm në trupin e tij, posedon riskun e ditës, posedon furnizimin e ditës, është më pasaniku, thot pejgamberi alayhis salam. E ka kapur dunjan me të gjitha cepat e saj. Tani pyesin vetëm tonë. Jemi të sigurt në shtëpitë tona, në vatanin tonë? Elhamdulillah. Nuk kemi asnjë gjendje lufte, elhamdulillah. Allahu na e ruajt dhe na shtoft këtë siguri dhe këtë qetësi dhe mirëqenim. Të shëndetshëm në trupin tonë, pavarësisht që mund të kemi normalisht sikletet të caktuara, ama elhamdulillah nuk kemi në spital. Dhe posedojmë riskun e ditës. Riskun e ditës, jo të javës, as të muajit, as të viteve. Kush posedon riskun e ditës, nëse kismet, ditë e re, kismet i ri, thot populli. Ditë e re, kismet i ri. Dakor? Atëherë ky është më pasaniku. Të falenderoj Allahun shumë. Dhe përfundojmë me atë hadithin e mirënjohur për pasha Zotin e gjithësisë, në momentet caktuara, gafletin ton, hutimin ton, ky hadith na trondit dhe ky na sill në vete. Hadithi i mirënjohur, kur na tregon i dërguari i Zotit lartësuar se si Allahu i madhruar do t'i thotë në ditën e gjykimit një prej robëve të tij, të cilët kanë qenë simbol në devotshmëri. Nga njerëzit më të devotshëm që kanë shkelur në tokën e Zotit. S'ka lënë gjë mangët. Urdhrat e Allahut i ka çuar në vend. Haramet është privuar krejtësisht. Ka qenë njeri me shumë zell, me shumë gjallëri në punë të mira. Do t'i thotë Allahu lartësuar, dhe imagjinoni pak përpara të gjithë njerëzve. Ditën e gjykimit, imagjinoni që nga Ademi alayhis salam deri tek i fundit, miliarda dhe miliarda njerëz të gjinde. O Zot, çfarë ditë është ajo? Do t'i thotë Allah, do ta marrin njerëz ta vendosin podium përpara të gjithë njerëzve. Dëshiron të futesh në xhenet me veprat e tua apo me mëshirën time? Do ta blesh xhenetin me veprat e tua, e qenë simbol në mirësi, apo me mëshirën time? Do thotë o Zot, me veprat e mia. Kam qenë i përpik, kam qenë i rregull me veprat e mia. Në rregull, i thotë Allahu lartësuar. Vendoset peshorja e drejtësisë, peshorja hyjnore. Në një anë vendosen të gjitha veprat e mira që robi ka vepruar, të gjitha pa përjashtim. Pastaj të gjitha ato vepra të mira shumë fishohen siç i shumë fishon Allahu, me 10 fish, me 7 fish akoma më shumë. Shumë fishohen. Pastaj vendosen që të gjitha në një anë të peshorës. Dhe në anën tjetër të peshorës, kush më thotë çfarë vendoset?
vlera dhe mirësia e syrit e shikimit të parit. Vetëm një prej mirësive dhe benefiteve të Allahut të lartësuar që ka përdorur dhe ka shijuar ky njeri në jetën e kësaj bote. Vendoset mirësia e shikimit. Ju e dini tani se nga anon peshorja. Detyrimisht anon nga mirësia e shikimit. Në këtë moment e mori mesazhin robi. Cili ishte mesazhi? Që adhurimi që i ka bërë Allahut përgjatë gjithë jetës, namazi, dhe agjërimi, dhe zakati, dhe përkushtimi, dhe sakrifica, dhe durimi, dhe sprovat që ka përballuar dhe ka kaluar, me të gjitha këto, nuk ka paguar as mirësinë e shikimit. Nuk i ka thënë Allahut të lartësuar faleminderit as për mirësinë e shikimit. Po mirësia e dëgjimit dhe mirësitë e tjera dhe sa na ka shëruar dhe sa na ka shpëtuar, fol sa të duash. Në këtë moment dorëzohet robi dhe i thot: "O Allah, dua të futem në xhenet me mëshirën tënde." Tani e kuptova që të gjitha veprat e mia me namaz dhe me agjërim dhe me gjithçka tjetër kanë qenë thjesht një shkak për të fituar mëshirën tënde o Zot, sepse xheneti nuk blihet me veprat tona. Prandaj orë të nderuar, të gjitha këto bashkë i bëjmë si paket, i mbajmë në zemrën tonë, jo në xhep, i mbajmë në zemrën tonë statusin fisnik dhe të lartë, rob Zoti adhuruesi i Allahut, tregtinë me Zotin, faktin që duam e kemi shumë derë të shpëtojmë nga zjarri i xhehenemit, kënaqësinë shpirtërore që na jep imani, besimi, mburoj, është stoli dhe mburoj na mbron nga shumë rreziqe dhe nga shumë stacione të rrezikshme të kësaj bote, dhe nga shumë vese. Dhe gjithashtu na takojnë që të jemi rob mirënjohës, nëse i kemi që të gjitha ato si paket në zemrat tona, pasha Zotin e gjithësisë, në asnjë moment nuk lodhemi, nuk bezdisemi, nuk ligështohemi, nuk dorëzohemi në rrugëtimin tonë drejt Allahut të lartësuar, madje as nuk hutohemi dhe nuk shpërqendrohemi. Allahu na mbuloft me mirësitë e Tij dhe Allahu na i forcoft këmbët dhe zemrat tona në këtë fe, në këtë besim. Lutim Allahun të ketë pranuar adhurimet tona dhe agjërimin dhe lutjet dhe duat dhe gjithçka tjetër. Falim vitin 3 rekate, plotsojmë. Allahu